unë ka startuar këtë konkurim. Dhe më pasën e dytë u pozicionë 250 dhe sonte kemi 40 poetë dhe 40 poezi që janë finalistë në këtë festival. Këto poezi vinë nga të gjitha trevat e Shqipërisë, ata shqiptare të rënjosur, sikurse është Malezi, Kosova, Maqedonia, Veriu i Paruar, gjithashtu edhe diasporën, dhe përfaqësinë e tyre duhen të jenë teksa gjiten me radhë në këtë skenë për të thënë përpara jush krijimin e tyre. Por sikurse shumë kush ndoshta e di, për shkrimtarët gjëja më e vështirë është të mos qytet atë që shkruan, të paktën aktin e parë. Ata e bëjnë sonte dhe ne do i prezantojmë para jush në grupe nga 5 persona, teksa konkurrojnë për çmimin e parë. Një çmim inkurajues është edhe një çmim tjetër special për poezi që mund të bëhet këngë. Dhe kemi në jurin tonë të nderuar edhe një këngëtar. I prezantojmë e pjesëmarrësit në jurin tonë, jemi kaq të nderuar me fakt që kemi personalitetet e artës të kulturës tonë. Në faktë nuk më është ati Kjezoja të si, por në të kohë. Qëtar është një personazh i dashur, kaq popullor, precizogaj. Është një nga personazhet e botës sonë letrare, shkrimtar, poet, publik, si e mendimit dhe një shikim të vonë, do të alloj sonte dritët e fjalës. Suksese! Faleminderit që jeni. Të letërsisë sonë, shkrimtare, poete, skenariste, ajo sjell urtësinë, elegancën dhe përvojën e një jete të tërë në shërbim të fjalës së bukur. Është artiste e mrekullueshme, poetesha e vajtjeve të paharruara, me lek flas me ty, me 3 lek të takoj më urpa, është një poezi e paharruar që ka dhënë për të gjithë brezat, është Natasha Lako. Një nga aktorët më të dashura për mbar publikun tonë, e çitër dhe lirë, vete originale, si ajo askush nuk është e pakrahasueshme. Me një inteligjencë të rrallë artistike, ajo një shpirtin e fjalës, fuqinë e aktit. Është Ema Andrea. Ne prezantojmë një tjetër personazh të rëndësishëm, është i përket gjenerate e poetëve, i guximshëm dhe shumë modern, në të vërtetë shkollën universitetin e ka kryer për ekonomi, më pas për politikë, pra është një interesat shumë të gjera. Një kryus i ndjeshëm dhe një gjykim i ndershëm nga Albi Lushik. Dhe antari i juris vjen jo nga bota e bardhët poetik, por e zërit që këndon poezi. Ai të përzgjedh poezinë që mund të bëhet këngë. Këngëtari që ka studiuar për piano në C dhe kontrabas në Universitetin e është pjesë e Unix Production, Steve Boka. Dhe kjo është juria jonë të nderuar. Kaq mirë ju dhe kaq krenar të ndihen të gjithë poetët që do të konkurrojnë sonte në këtë festival. Duhet të theksojmë që ata kanë kaluar deri në këtë moment provën e tyre të zjarrit, duke përzgjedhur nga 310 konkurrentë vetëm 39 që do të harrojnë sonte, dhe 5 të parët janë Altin Bajram, nga Durrësi, Alketa Spahi, Gjilan, Arta, Durrës, Barije Çupi, nga Tirana, po dhe Orgjin nga Buqica. dhe Alma